se cilët kanë qenë emrat më të spikatur gjatë këtyre ditëve do i kuptojmë së bashku në përmbledhjen tema javës. As një, as dy, po hiç më pak se 20 dronë me mesazhe të ndryshme inkurajuese. Si lidhje me bien. Nuk ka shumë ditë që ka startuar, për ngjarjet dhe dinamikat janë të shumta. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova. Tema javës sonte do të dedikohet për të pathënat e fundit nga lidhja Dolçës dhe Edit. Ekskluzivisht ti do të shkosh në Grande Fratello për kjo javë. Teksa ky fundit vuajti kur e dashura e tij doli nga shtëpia me pretekstin se ka një problem personal në familje. Bukurosha shqiptare vazhdoi rrugtimin në Grande Fratello e madje u duke lumtur teksa hyri brenda shtëpisë në formatin italian. Bili më miru për 7 mat italian se sa met Kosovës, për shkak të kulturës dhe padyshim gjuhës italiane që e flet mirë. Sono 4 in croce, uno per dolce che sceglie veloce, chi va genio, chi va stretto. Andatevi a divertire. Por në bisede sipër, derisa kuqi u mërzite, madje ka qarë për mallin për të. Ajo nuk e pranoi që është në një raport dashurie, duke ngritur aludime se është me dikë, por që i mohon këto ndjenja. Perché no? Però non c'è nessuno che veramente mi fa I gjithë rjeti ka vluar me komentet shumëta duke thënë se Dolçe Edin e pati vetëm për lojë. E të njëjtit e kanë komplimentuar djalin nga Deçani duke thënë se ai me të vërtet po ndjen diçka. E madje kjo video dëshmon më së miri këtë, gëzimin që përjetoi ai kur kuptoi që Dolçe debërtoi jashtë kufinjeve. S'kishte shans, budalla! S'kishte shans! Kur jemi tek ndjenja më e bukur e jetës, e që është padyshim simpatia. Duket se diçka do të lindë mes Elionës dhe Tonit. Ani pse ky i fundit po heziton të i shpreh pëlqim 18 vjeçarës, duke u stepur për shkak të diferencës 15 vjeçare që e kanë mes tyre. Ka përmend babyt, më ka shumë mirë. A di pse? Kupton që i bërgjon më të thënë. Tham të betuam që kemi po të kërbelja. Vlen të përmendet që konkurenti që jeton dhe vepron në Gjenevë të Zvicrës ka një vajzë 13 vjeçe, por ende nuk dihet se është i ndarë nga bashkëshortja apo jo. Të paktën me këtë deklaratë bombastike nga baba i tij, edhe është ndarë. I njëjti nuk e do bijan për nuse, por kjo e fundit nuk brengoset as pak për këtë pjesë. Afërsi lidhje me bien. Kuptoj. Po sukon. Jemi shumë të qartë. Po. Besoj që sot u shpjegoj. Loja sa shkon afrohesh, sa shkon largohesh. E pse po ma thu që kum ik prej shtëpisë? Unë ju ka di shumë mirë se ti ka do me gjuhë. Unë personalisht Bino Akaj nuk i pati këto 2 ditë mira duke thënë se është mërzitur e do ta lë shtëpinë më të famshme në vend. për prindërit mi, për fëmijët e mi. Lavi po m'jen shumë keq për nivelin tonë si njëri që je, se ti me qenë se veç ishe je informu për jetën teme, dush me di që as une as njëherë me dëshirë teme nuk jom ik për familjes teme. Nuk e di. Por, prisni pak. Për debat që kime Okej, unë për shembull mos pari, unë. Derisa ajo është në dilemë sipër, familja e saj ka përgatitur as një, as dy, po hiç më pak se 20 dronë me mesazhe të ndryshme inkurajuese. Në asnjë moment. Oj Alba, po bëhet fjalë.
Të kalojmë tani tek debatet e shumta. Tabel përqitje është bërë jo vetëm Alba, por dhe labinoti Benita e shkurta. Pagulla. Jo të kurseja dhe pak. Këtu edhe të këshyrë me kanë mulidh këto. Këta janë aktualisht 4 banorët që kanë më shumë të diskutime e madje me tone të ashpra. Ja, unë zboj biset ato. Ja. Shikoni këto sekuenca kur Benita ngrit zërin, e po këtë sjellje nuk e kemi parë më herët nga jo. Alba po bëhet fjalë për mu, që për mu do me thonë kaq. Alba, Ibro dhe disa të tjerë janë personat që tani po e acarojnë Biondinën. I afrimitetin me një femër, në moment kur ma kap mendja mu se një mashkull. Sasa e akuzon Albën për jo higjen, e kjo gjë është as pak e pranueshme, sidomos kur vajza diskutojnë mes vete për këto gjëra aq personale. E gjëja që aktualisht është në pikpyetje është që Labinoti po sjell informacione nga jashtë, duke thënë që Toni ka një të dashur tjetër. Për mene se Kurseja dhe pak, vëlla. Jo të kurseja dhe pak. Ja, jeti të kurseja dhe pak. Këto nuk ka nevoj. Këto është im, ja, fardesh. Ajo që për momentin po ju tregojmë është një informacion te jetë bombastik. Për mene amen. Allah. Shikoni e binduni ju vetë, a ka fëmi tjetër jashtë martesor Labi, apo kush është vajza në këtë foto? Se çka do të ndodhë në vazhdimsim betet të kuptohet në episodën e radhës. Edhe i lësh, edhe di qa bon ky, që e qënë hotel dhe fundja jep, ajo me pagu.